Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi se hapësira ajrore mbi dhe përreth Venezuelës duhet të konsiderohet e mbyllur. Ky paralajmërim i lëshuar më 29 nëntor shënon për shkallëzimin e fundit në mosmarrëveshjet mes Trump dhe Nicolas Maduro të Venezuelës. Për të gjithë linjat ajrore, pilotët, trafikantët e drogës dhe trafikantët e qenieve njerëzore, ju lutem, konsiderojeni hapësirën ajrore mbi dhe përreth Venezuelës të mbyllur plotësisht, tha Trump. Presidenti Amerikan nuk dha detaje të tjera për këtë çështje. Deklarata vjen në kohën kur administrata e Trump poshton presionin ndaj Venezuelës me një lëvizje të madhe ushtarake në Karaibe, që përfshin aeroplanmbajtsen më të madhe në botë. Washingtoni thotë se synimi është frenimi i trafikut të drogës, por Caracasi këmbgul se qëllimi përfundimtar është ndryshimi i regjimit në Venezuelë. Forcat amerikane kanë kryer sulme në më shumë se 20 anije të dyshuara për kontraband droge nga Venezuela në detin e Karaibeve dhe oqeanin paqësor që nga fillimi i shtatorit, duke vrarë më shumë se 80 persona. Tensionet rajonale janë rritur si rezultat i fushatës dhe lëvizjes ushtarake. Mediat e huaja raportojnë të premten se dy udhëheqësit kishin folur në telefon javën e kaluar dhe kishin diskutuar për një takim të mundshëm në Shtetet e Bashkuara. Raportimet për bisedën telefonike midis Trump dhe Maduros doli një ditë pas si presidenti amerikan tha se së shpejti do të nisin operacione toksore për të ndaluar trafikun e drogës nga Venezuela, duke rritur edhe më shumë tensionet me Caracasin.